Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm Ata.d, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot 31 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Janari është dita 31 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1920 u zhvilluan zgjedhjet për Këshillin Kombëtar të Shqipërisë. 1929 Bashkimi Sovjetik dëboi politikanin Leon Trotski. 1940 Qeveria e Shteteve të Bashkuara bëri pagesën e parë në bazë të ligjit mbi sigurimet shoqërore. 1945 u ekzekutua ushtari 25 vjeçar amerikan Eddie Slovik në akuzën për dezertim. 1946 me kushtetutën e re, Jugosllavia u bë konfederat 6 të republikave. 1950 presidenti amerikan Harry S. Truman deklaroi se do të zhvillonin bombë hidrogeni. 1956 Guy Mollet u bë kryeministër i Francës. 1958 Shtetet e Bashkuara lëshuan satelitin e tyre të parë në orbit rreth Tokës. 1968 Nauru shpalli pavarësinë nga Australia. 1990 u hapa herë të parë ushqimorja McDonald's në Bashkimin Sovjetik në Moskë. 1995 presidenti amerikan Bill Clinton autorizoi $20 miliard amerikan për Meksikën për të ndihmuar stabilizimin e ekonomisë. 1999 seriali Family Guy debutoi në televizionet amerikane. 2004 manifestime europiane për të drejtat e emigrantëve. Lindje. 1797 lindi Franz Schubert, kompozitor austriak. 1921 lindi Mario Lanza, tenor amerikan. 1923 lindi Norman Mailer, letrar amerikan. 1935 lindi Kenzaburo Oe, letrar japonez dhe fitues i çmimit Nobel. 1938 lindi Beatrix, mbretëreshe e Hollandës. 1970 lindi Minnie Driver, aktore britanike. 1979 lindi Felice Sturm, bokser gjerman me perardhje bosnjake. 1981 lindi Justin Timberlake, këngëtar amerikan. 1982 lindi Helena Paparizou, këngëtare greke. Vdekje. 1933 vdiq John Gaslofty, shkrimtar anglez, nobelist. 1995 vdiq George Stibis, hulumtues amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Helena Paparizou, e cila është një këngëtare greke. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Helena Paparizou ka lindur më 31 janar, këngëtarja personale suedeze, një këngëtar suedez, e lindur dhe e rritur në Suedi nga prindër grek. Ajo u regjistruar në shkolla të ndryshme e arti përpara se të niste një karrierë në Suedi në 1999 si antare e Laiko Muzik Popullore Greke dhe dyshes Eurodance Antique, të cilët morën pjesë në Eurovision Song Contest 2001 dhe më pas u bë popullor. Antique u shpërbën në 2003 dhe Paparizou nënshkroi një kontratë regjistrimi solo me Sony Music, duke lëshuar këngët deputuese me tekst të tingujt laik, pop dhe kërcimi, por në fillim kishte modeste shitjet. Në vitin 2005 ajo përfaqësoi Greqinë në Eurovision Song Contest me këngën My Number One, të cilën e fitoi. Ishte fitoria e parë greke në historinë e konkursit dhe e transferoi karrierën e saj. Albumi i saj u certifikua më pas si platini dyfish nga Federata Ndërkombëtare e Industrisë Fotografike të Greqisë.
Paparizu tentoi një karrierë përtej Greqisë me materiale në gjuhën angleze, duke u renditur në disa vende jashtë vendit. 3 albumet e saj të mëvonshme, Pati Logos 2006 dhe Game of Love 2006 dhe Vrisko to Logo Nazo 2008, të gjitha arritën në vendin e parë në Greqi dhe arritën shitjet e platinit. Albumi i saj 5 në studio Giro APT, Onero 2010, gjithashtu u certifikua platin. Publikimi i fundit i Paparizu, para se të largohej nga Sony Music, Greatest Hits and More, u publikua në 2011 dhe përfshinte Baby It's Over, hiti i saj më i madh deri në vitin 2016. Hiti i saj më i madh deri më sot, An Medis Nekleo, Anastasios Roimons, u publikua në 2017 dhe ka fituar mbi 30 milion shikime në YouTube. Paparizu u vendos si një idhull adoleshent, veçanërisht në mesin e vajzave të reja. Ajo ka mbështetur markat Nokia dhe Ivi. Për periudhën 2013-2015, ajo ka reklamuar produktet e ngjyrave të flokëve për kompaninë Kolesto në Greqi. Në vitet 2010, ajo u përpoq të kalonte në televizion si gjyqtare në Dancing on Ice 2011 dhe si konkurrente në Let's Dance 2012. Që nga viti 2016, Paparizu është gjyqtare në The Voice of Grace. Ajo jetoi me të fejuarin dhe menaxherin e saj, Tony Mavrits, nga viti 1999 deri në ndarjen e tyre në 2011. Paparizu është vlerësuar me 3 Iron Music Awards, një çmim europian Border Breakers Award, 30 Mat Video Music Awards, më shumë se çdo artist tjetër grek, dhe një MTV Europe Music Award. Më 14 mars 2010, Alfa TV e renditi atë si artisten e 14 femër vendase më të certifikuar që nga viti 1960, duke fituar 7 rekorde platini dhe 4 ari. Paparizu ishte artistja femër debutuese më e suksesshme e viteve 2000 dhe vendosi veten si një nga aktet kryesore të gjysmës së fundit të dekadës, që nga viti 2010 ajo është certifikuar për shitjen e 300.000 albumeve, 47.500 këngëve dhe 30.000 shkarkimeve digjitale nga IFPI Greece. Përveç 100.000 shitjeve totale të rekordeve në Greqi si pjesë antikue, 24.000 albume të certifikuar në Kipro dhe 80.000 single në Suedi gjatë karrierës së saj solo. Në vitin 2010, Forbes renditi Paparizun si personazhin e 21 më të fuqishëm dhe me ndikim në Greqi. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për emailin. A e dini se si është shpikur emaili? Me mbi 2.6 miliard përdorues aktiv dhe mbi 4.6 miliard llogaritë të postës elektronike në funksion, emaili është mjeti më i rëndësishëm dhe më i përdorur gjerësisht i komunikimit në internet. Emaili është përpjesë e domosdoshme e aktiviteteve të përditshme të biznesit në pothuajse të gjitha aspektet e tregtisë. Gjerësia masive e popullsive që përdorin rregullisht emailin mund t'i atribuohet një pjesë të madhe e aksesit dhe dobësisë së përgjithshme të tij. Rrënjët e mediumit mund të zhurmohen në fillimet e internetit dhe më gjerë. Në fakt, emaili si koncepti paraprin internetit dhe me një diferencë të gjerë. Shembulli i parë i postës elektronike mund të gjendet në kompjuterët në MIT dhe një program të quajtur Mailbox që nga viti 1965. Përdoruesit e kompjuterëve MIT mund të linjën mesazhe me këtë program. Në kompjuterët e universitetet për përdoruesit e tjerë të cilët do të shihnin mesazhe të herën tjetër kur u kyçën në kompjuter. Sistemi ishte mjaft efektiv, por vetëm nëse njerëzit që dëshironin të komunikonin me njëri tjetrin përdornin rregullisht të njëjtin kompjuter. Në vitin 1969, Departamenti i Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës zbatoi ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, një mjet që lidh kompjuter të shumë në të gjithë departamentet të qëllimit të komunikimit brenda organizatës. Më 29 tetor 1969, mesazhi i parë u dërgua nga kompjuteri në kompjuter me ARPANET. Ishte viti 1971 kur Ray Tomlinson shpiku dhe zhvilloi postën elektronike siç e njohim sot, duke krijuar sistemin e rrjetit të postës elektronike të ARPANET. Koncepti i komunikimit pothuajse të menjëhershëm midis makinerive brenda një organizate doli të ishte aq dobishëm dhe praktik, saqë koncepti filloi të përhapej shpejt. Megjithatë, me ardhjen e rrjeteve të brendshme, protokollet për dërgimin e mesazheve u bën më komplekse.
Kur dërgoni një mesazh nga një kompjuter në tjetrin brenda një rrjeti, si mund të mendoni se ku synohet të shkonte mesazhi? Ray Tomlinsoni kishte përgjigjen: imazhi që tregon simbolin @ simboli @ që ishte ndoshta kontributi i tij më i shndrueshëm në internet. Tregimi i një instalacioni për një mesazh u bë po aq i thjeshtë sa adresimi i tij, username-et, emri i kompjuterit, që në thelb është mënyra se si është adresuar emaili që atëherë. Deri në vitin 1976, 75% e të gjithë trafikut të Arbanet ishte posta elektronike. Mediumi ishte treguar aq dobishëm saqë po filloni të lindin një ide se si dikush mund të ishte në gjendje të dërgonte një mesazh me postë elektronike në një përdoruesi në një kompjuter jashtë një rrjeti të brendshëm. Ky koncept i komunikimit me email nga organizata në organizat ishte shtysa për ardhjen e vet internetit. Ndërsa dërgimi me email ndërorganizativ u bë më i përhapur, u krijua nevoja për software që përfshinte ruajtjen dhe organizimin e emaileve të tillë. Me këtë, pararencit e kutizë moderne të postës elektronike u zhvilluan shpejt. Nga vitet 1980, zhvillimi i internetit, ofruesit të shërbimeve të internetit ISP kishin filluar të lidhin njerëzit në mbar botën dhe faqet e pritjes së emaileve filluan të shfaqen duke u thirrur për pjesën e tyre të byrekut. Për shumë përdorues të rinj të internetit, posta elektronike ishte aplikimi i parë praktik i këtij mediumi të ri emocionues. Në vitin 1993, fjala postë elektronike ishte zëvendësuar me emrin email në leksikon publik dhe përdorimi i internetit ishte bërë më i përhapur. Gjatë disa viteve të ardhshme, Amerika Online, AOL, Ecomail, Hotmail dhe Yahoo formuan internetin dhe peizazhin e postës elektronike. Ata grumbulluan dollar marketingu për të rritur aksesin dhe për të ekspozuar një audiencë shumë të gjerë ndaj përfitimeve të World Wide Web. Në fund të viteve 1990, përdorimi i internetit shpërtheu duke u rritur nga 55 milion përdorues në mbar botën në 1997 në 400 milion deri në vitin 1999. Ndërsa potenciali i trigut të internetit u bë gjerësisht i dukshëm, postat e padëshiruara të postës elektronike filluan të shumohen në mënyrë eksponenciale, duke krijuar nevojën për software të klasifikimit të emaileve. Nga fundimi vjeçar i të kesh një adresë emaili ishte kthyer nga një luks apo kuriozitet në të qenit një pritje shoqërore e ngjashme me të paturit një numër telefoni. Epoka e postës elektronike kishte filluar seriozisht. Tani u të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e mërkurë. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkruhet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond në drejtimin juglindor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 2 deri në 11 gradë Celsius. Kukës -4 deri në 0 gradë. Peshkopi 1 deri në 6 gradë. Tiranë 2 deri në 10 gradë. Durrës 5 deri në 10 gradë. Kavaj 6 deri në 10 gradë. Elbasan 2 deri në 11 gradë. Berat 2 deri në 10 gradë. Korçë -6 deri në 2 gradë. Vlorë 4 deri në 11 gradë. Gjirokastër 0 deri në 8 gradë. Sarand 2 deri në 9 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e mërkurë. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkruhet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic -3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev -4 deri në 8 gradë. Skënderaj -5 deri në 7 gradë. Pej 1 deri në 8 gradë. Prishtinë
-2 deri në 8 gradë. Gjakov, -2 deri në 8 gradë. Malishev, -3 deri në 8 gradë. Gjilan, -4 deri në 6 gradë. Firizaj, -3 deri në 3 gradë. Kaçanik, -2 deri në 7 gradë. Prizren, -1 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar shikues, ky ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë fytë të ndiqni programacionin në vijim të drita televizionit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, se në websajtin ton drita.tv.